momenti që të flasim për një nga ndeshjet më të zjarta brenda fermës sonë. Fermerët kanë patur mundësinë që të kenë në një kampionat volejbolli. Brenda fermës VIP është zhvilluar kampionati volejbollit me fermerët tanë të ndarë në 4 skuadra. Melia, Arameras, Ford dhe Hyundai. Janë përballur në sfidën e mundësuar nga Concord Group, grupi më i madh i investimeve në Shqipëri, një herë sponsor general i Ferma VIP. Kupën e ngriti grupi Hyundai Albania, i cili fitoi 3 net qëndrimi all inclusive chip për secilin nga antarët në Melia në Durrës, destinacionin me 5 yje më elitar në Shqipëri. Siç jeni njoftuar, kjo sfidë ishte shumë e rëndësishme, pasi do të sillte dhe një avantazh në lojë për fituesit. Dëgjojmë te Ferma? Po. Okej, shumë mirë. Pra, më keni dëgjuar. Janë fituesi do të marrin secili ka 3 net qëndrimi all inclusive në çift. Pikë së pari, pastaj ka avantazhin. Ndërsa për grupin tjetër finalist, do të ketë një surprizë në ditët në vijim. Kaq për momentin. Qërë se na brau i liri. Na brau i liri që humba. Kam përshtypje se Iliri ka patur hallin e avantazhit në lojë, po dhe kjo surpriza që do vi kam dëgjuar që është fantastike. Si fillim shohim te klip. Në Ferma VIP do të mbahet kampionati i volejbollit. Sfida do të mundësohet nga Concord Group, grupi më i madh i investimeve në Shqipëri, një herë sponsor general i Ferma VIP 3. Fermerët do të ndahen në 4 skuadra. Skuadra Melia, skuadra Arameras, skuadra Ford, skuadra Hyundai, të cilët do sfidohen mes tyre në volejboll. Wow, vërtet. Shaku! Kame! Më dik për pa. Into the groove. Sara. Më Sara. Gjashtë dhe 2.000. Like disha. Shpatë të gjithë për i jasë. Jeni gati. Jo, je shumë keq. E preku, kam besim që fjalla jote. Pik për Arameras. Si u vrave. Faul ishte, vajtja është faul. Topin nga poshtë. Ja ka se mund vim të dy, mund vim vdek për zotin nga si u keq. Pik. What the hell, come on. Për gjithë skuadrën tonë dhe për Ferma VIP 3. Ju duam të gjithë, Concord Group!